furnizoje me kapacitetet e tjera ushtarake, po ashtu dhe Irani ka nevojë për një aleat dhe një fuqi të madhe globale si që është Rusia, sigurisht nisur edhe nga konteksti i zhvillimeve të ndryshme që po ndodhin aktualisht në Iran, por në të gjithë zonën pra ose le të themi në lindjen e mesme. Sa i përket në fakt edhe sanksioneve amerikane, mendon se reflektojnë tashmë pra këto sanksione amerikane, por edhe europiane në realitetin aktual të rolit iranian, por edhe nga frikën se ndoshta potenciali i tij destabilizues do të jetë më i madh në të ardhmen? Po, mendoj që një nga strategjitë kyçe në fakt të perëndimit është që ti bllokojmë Rusisë të gjitha qasjet dhe kahjet dhe mbështetje që ajo mund të ketë nga çdo partner i mundshëm, qoftë sa i përket Iranit, apo Kinën, apo Indin, kushdo do më thënë që do ishte që deri tani e ka suportuar dhe mbështetur apo Bielorusin, pra të gjitha këto kahjet është në strategjinë normale dhe afatgjat e perëndimit, kryesisht e shebave, që ti mblokojnë këto kanale që i bëjnë të mundur domethënë dhe furnizojnë Rusin përballë kësaj lufte ndaj Ukrainës. Kështu që këto sanksione pa diskutim që do ndikojnë, por edhe në farë mënyrë e kanë sfumuar deri tani atë që ne kemi parë përgjatë këtyre 4 viteve ndërmjet Iranit dhe Rusisë, por përtek kësaj mendoj që edhe vetë Irani nisur dhe nga bllokada e madhe ekonomike, sanksione që janë vënë asaj, pa diskutim nga perëndimi, e ka të pamundur që ndoshta që të vijojë të njëjtin linjë mbështetje strategjike ushtarake ndaj Rusisë. Ndërkaq, mendoni se po hyn tashmë lufta në Ukrainë një fazë ku ndoshta kapaciteti industrial vendas është më vendimtar se aleancat politike dhe ato ushtarake? Po unë thash në fillim në fakt që nuk kishte parashikuar një luftë e tillë ndoshta konvencionale dhe deri diku e kapi të papërgatitur të gjithë ushtrinë ruse apo qeverinë ruse përballë këtij konflikti, për vetë faktin që ishte menduar që ky konflikt do të ishte një konflikt ndoshta jo brenda 3-4 ditëve siç është zotuar nga Kremlini, por ndoshta brenda disa muajve, duke bërë këtë presionin dhe ushtarak, do mendonte që Ukraina do të apo dhe vetë perëndimi do të gjejë një zgjidhje më imediate jashtë këtyre parashikimeve ushtarake që ne kemi parë deri tani. Dhe kjo e solli Rusin dhe ushtrinë ruse në një ngërç të madh strategjik dhe e gjetën veten të papërgatitur përballë një terreni. Jo se ata nuk i njihnin të gjithë kapacitetet ruse dhe ushtarake të Ukrainës, më falni, por sepse ata njohin shumë mirë, por nuk e dinin se si do të ishte në fakt qasja perëndimore ndaj Ukrainës. Kësaj bëri që përveç atyre aleatëve që u gjendin deri tani Rusisë, bëri që vetë Rusia të rriste pa diskutim kapacitetin e saj prodhues vendas. Dhe kjo e ka bërë tashmë, sidomos 2 vitet e fundit, kemi parë një Rusi që është gjithmonë edhe më e bindur dhe më e fortë, qoftë për zgjatjen e kësaj lufte, në të cilën në fillimet e saj nuk ishte kaq e bindur, por pa diskutim kjo vjen fal kapacitetit të saj të prodhimit dhe linjës së prodhimit të vendas. Kjo do të thotë që ajo tashmë është një Rusi më e fortë sa i përket të gjithë prodhimit ushtarak brenda Rusisë dhe ndoshta nuk e ka më të gjithë nevojë dhe nuk është e përqendruar dhe nuk është e varur 100% apo 90% nga aleatet e saj sa i përket të gjithë mbështetjes ushtarake. Kjo pa diskutim që i jep një fuqi më të madhe Rusisë, por njëkohësisht na bën të ditur që ne në fakt përpos faktit se shpresojmë që të jemi drejt fundit të kësaj lufte, të duket që kemi një Rusi që është më e bindur dhe më e fortë sa i përket anës ushtarake edhe në terren. Zëja do të nga ana tjetër, Boshti Moskë-Teheran është përshkruar pra si një sfidë sistematike për të gjithë rendin ndërkombëtar. Mendoni se tashmë po shpërbohet gradualisht ky bosht apo thjesht po transformohet në një partneritet më të fshehtë dhe më teknik, do të thuaja?
Në fakt, nëse këtë pyetje do ma bëje një vit më parë, do t'jepja një përgjigje komplet ndryshe, do thoya që aleanca ndërmjet Iranit apo këtij boshti me lindjen e mesme ku në kryeson Irani do t'ishte shumë e fortë dhe më e konsoliduar me Rusin. Por nisur nga takimi historik që kemi parë mes Trumpit dhe Rusisë, por gjithë të qasjen e fundit të këtyre 6 muajve të fundit ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë, nuk jemi shumë të bindur për këtë aleancën dhe këtë boshtin që ju përmendet deri tani, për vetë faktin që e kemi shumë më të fortë dhe më të konsoliduar tashme, ose më saktë mund të themi që kemi një rikthim të Rusisë në marrëdhënie ndërkombëtare fal këtij tapeti të kuq që u shtrua nga Trump dhe nga SBA, dhe mund të themi që ndoshta ky bosht aktualisht po kërcënohet fal kësaj marrëdhënie të re që po stabilizohet nga mes SBA-s dhe Rusisë. Ndaj mund të themi që sigurisht që Rusia në historikën e saj politike, diplomatike i ka ruajtur marrëdhëniet gjeostrategjike me aleatët dhe pa diskutim janë disa aleanca që në kontekst të zhvillimeve të ndryshme globale, po sigurisht përgjatë këtyre 2 viteve disa aleanca janë më të forta, disa të tjera janë zbehur, por mund të themi që ndoshta aleanca dhe kjo marrëdhënie aktuale ndërmjet Rusisë dhe SBA-s mund të zbehë aleancat e tjera që ne kemi parë tradicionale ndërmjet Rusisë, Iranit, por edhe vende të tjera të gjirit. Mirë, Zoja, do ta për ta mbyllur pyetjen fund, ndërkaq varësinë që themi më të vogël pra nga Irani, Rusia duket më e qëndrueshme në të gjithë aspektin ushtarak. Mendoni se kjo do të rritë edhe gjasat që lufta në Ukrainë të zgjas edhe më tej? Po, e thash e përta ka pak më parë që sigurisht që një Rusi që tashmë ka linjën e saj prodhuese, e ka patur gjithmonë, por sigurisht që ka kapacitetet e saj janë dhe më të mëdha dhe ka arritur gati që të reaktivizojë të gjithë këtë linjë, të prodhojë pra dronë, raketa, këtë prodhimin e saj ushtarak në maksimumin e saj, pa diskutim që ka të gjithë të mbështetjen që ka patur deri tani dhe më vendet e tjera, kryesisht nga Bielorusia dhe Korea e Veriut, janë 2 shtetet e cilat i kanë dhënë dhe janë gjendur me një kapacitet të plot mbështetës ndaj Rusisë. Irani pak duke parë tashmë tërheqjen së fundit për shkak të problematikave të saj të brendshme. Gjithsesi kjo e bën që fal kapacitetet e saj dhe linjës së saj të prodhimit pra ushtarak në Rusi, por kemi parë gjithë tekadishmërinë ushtarake që është ende në fuqi në Rusi, që të jetë ende e fortë përballë perëndimit dhe përballë Ukrainës. Por ne nuk mund të themi dhe nuk mund ta parashikojmë këtë fundin e luftës apo e zgjatjen e saj në bazë të kapaciteteve ushtarake, sepse ne gjithsesi po shikojmë një Ukrainë po ashtu të fortë dhe të bindur në terren, por edhe fal të gjithë mbështetjes diplomatike, ushtarake, ekonomike që i është dhënë deri tani nga të gjitha aleatët perëndimor Ukrainës. Por e vetmja gjë që mund të themi se mund të japë fund ose jo është se sa do të kemi vullnet për të ulur në tavolinë dhe për të zhvilluar të negociata, si kundër në fakt kemi parë deri tani edhe me mbështetjen dhe me ndërmjetësimin e SBA-ve. Ndaj mendoj që përpos kapaciteteve ushtarake, por dhe bindjes dhe çastet që ka Rusia ndaj Ukrainës, nuk do doja që ta analizoja sa i përket këtyre kapaciteteve, sepse sigurisht Rusia është një fuqi e madhe ekonomike dhe ushtarake pa diskutueshme, por shpresoj shumë që të gjitha këto parashikime do të jenë në një tryezë gjeopolitike, diplomatike ndërmjet fuqive të mëdha dhe besoj që jemi në një rrugë të duhur ndërmjet për të gjetur një paqe. Herë në fundit që ishin të bisedimet ndërmjet Rusisë dhe SBA-s për Ukrainën, ne pam po ashtu nga presidenti Zelenski, i cili tha që tashmë SBA-ja kërkon deri në qershor të këtij viti një paqe ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, dhe kjo tregon që bisedimet janë në rrugën e dur dhe le të shpresojmë që përgjatë 6 muajorë të parë të vitit ne të kemi një paqe mes